Nëse ke në plan të shesësh një pronë, të muajit të ardhshëm mund të jenë momenti yt më i mirë. Nga 1 janari 2026 nis procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme me uljen e tatimit mbi fitimin kapital nga 15% në 5%. Për shembull, nëse një qytetar ka bler një pronë 100.000 euro dhe sot e shet 120.000 euro, tatimi mbi diferencën prej 20.000 eurosh është 3.000 euro me normen aktuale 15%. Me rivlerësimin e ri, tatimi do jetë vetëm 5% ose 1.000 euro. Qeveria e prezantoi këtë nismë si një lehtësi fiskale për qytetarët dhe bizneset, në një kohë kur çmimet e tregut imobiliar janë rritur ndjeshëm. Megjithatë, kush nuk ka plan për të shitur banesë nuk është i detyruar të përfshihet në proces. Kjo fushat është e pesta në 13 vite dhe sipas të dhënave të Instat rreth 500.000 banesa janë potencialisht për të rivlerësuar në vitin 2026, por jo të gjithë përfitojnë. Pronat në legalizim dhe apartamentet e blera me kontrata si përmarrje një formë shumë e përhapur blerje që njihet nga banka për kredi, nuk përfshihen në rivlerësim. Zyrtarisht, rivlerësimi synon drejtësi fiskale dhe harmonizim me tregun, por në praktik ka shërbyer edhe si një instrument për mbledhjen e shpejtë të ardhurave për arkën e shtetit.